Komuniteti musliman shqiptar në Mërgat, urë lidhse në interaktivitetin dhe ndërveprimin me shoqërinë apo pikë ndarësve e marginalizuar dhe e përjashtuar nga aktivitetet shoqërore. Kjo është tema kyçe e këtij sesioni të tretë, gjithsesi sesionit të tretë shkencor të këtij simpoziumi, ku në radhë të parë moderatorët tanë, drejtori i medreses Islam Islami dhe profesor doktor Vahidin Beluli do t'jenë ata të cilët do ta dirigjojnë dhe të ta moderojnë këtë takim, duke i thirrur pastaj të gjithë ligjëruesit e këtij sesioni. Fjala është e juaja. Faleminderit. Atëherë jemi në sesionin e tretë dhe me radhë është profesor doktor Besnik Sinani me temën integrimi si angazhim teologjik, etik dhe komunikativ i muslimanëve shqiptar në Zvicër. Urdhroni, profesor doktor. Selam aleikum. Me emrin e Zotit gjithëmëshirshëm të Shërdhënësit, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të dashurin tonë profetin Muhammed, me familjen e tij të pastër, me shokët e tij të drejtë, me gjithë ata që pasojnë në rrugën e tyre, të nderuar imam, të nderuar drejtues, institucionesh dhe komunitetesh, të nderuar motra dhe vëllezër, ju falenderoj përzemërsisht për ftesën, për mundësinë që të jem sot pjesë e këtij tubimi dhe shpresoj që gjërat që do them të jenë sadopak në një lloj kontributi për gjërat që janë diskutuar këtu. Dua të filloj duke vënë duke që një website zvicerian i cili identifikon imigracionin si problemin më serioz politik të vendit, sjell si shembull të sfidave të integrimit të rastin e Enverit, një punëtor në ndërtim, 34 vjeçar nga Kosova. Indikatorët se Enveri nuk është integruar është sepse edhe pse është zanatçi i mirë dhe shkon në kohë në punë dhe punon në mënyrë të përpikt, ai nganjëherë nuk i hedh mbeturinat siç duhet, nuk e flet gjuhën mirë dhe nganjëherë i paguan faturat me vonesë. Atëherë ngrihet pyetja, a mjafton të mësosh gjuhën, të hedhësh mbeturinat në kohën e duhur dhe të paguash faturat në kohë që ti je tërësisht i integruar? Përgjigjja ime do ishte sigurisht që jo. Një raport i Religious Monitor na tregon se integrimi i imigrantëve muslimanë në Evropën perëndimore po përparon ndjeshëm që në brezin e dytë shumica janë bërë pjesë e shoqërisë pavarësisht prej ardhjes, dallimeve në besim dhe arsyeve të imigrimit. Edhe pse muslimanët përballen me refuzimin nga rreth 1/5 e popullsisë së Evropës dhe dhe ka një mungesë mundësisht të qëndrueshme për pjesëmarrje, ata tregojnë për fshirje aktive në jetën shoqërore, arsimore, profesionale, duke ruajtur njëkohësisht praktikën fetare. Pra, raporti nënvizon se Islami nuk përbën pengesë për integrimin, pasi muslimanët, edhe ata më të devotshëm, mësojnë gjuhën, arsimohen dhe angazhohen në shoqëri. Nëse procesi i integrimit po jep shenja pozitive, siç na thon disa raporte, atëherë cili është arsyeja që ajo mbetet një nga aspektet më të debatuara politike në Evropë? Pse qeveritë e Evropës po deklarojnë rrezikun e asaj që ata quajnë separatizmi islamik? Edhe qofse shohim vende si përreth Zvicrës, si Franca, Italia, Austria, në mënyrë zyrtare e kanë deklaruar luftën ndaj separatizmit islamik si çështje thelbësore politike të vendit. Ka gjasa që kjo të jetë edhe politike e ardhshme gjermane zyrtare. Dietari i njohur musliman britanik, profesor Tim Winter, ose siç njihet nga disa muslimanë, si Sheikh Abdel Hakim Murad, në librin e tij Udhëtimi për në shtëpi ose Traveling Home, vën në duke se ato që konsiderohen vlera evropiane janë vazhdimisht duke u transformuar. Ky fluiditet e bën gati të pamundur për ftimin tërësor të vlerave të cilat supozohen të jenë themelet e ngulitura mbi të cilat ngrihen shoqëritë. Filozofi zvicerian Andreas Kase vën në duke se nuk ka një lloj të vetëm zviceriani që të shërbejë si modeli i integrimit që duhet pasohet nga të tërë të tjerat. Atëherë si ta adresojmë problemin e integrimit? A duhet i drejtohemi shoqërisë zviceriane e t'i kërkojmë të na japi një listë të plotë të kritereve të integrimit? Unë do thosha që sigurisht që jo. Sepse kjo do na përballte me problemin që njohim në Kur'an të kurbanit të lopës, ku shumë pyetje do na pamundësojnë realizimin e qëllimit.
Përgjigja që shpesh ofrojnë aktivistët dhe akademikët muslimanë në Perëndim është etiketojnë kritikët e Islamit dhe muslimanëve në Evropë si racist, islamofob, apo t'i apelojnë një lloj solidariteti ideologjik e racor që kërkon të reduktojë Islamin në një polarizëm politik sa të dëmshëm, po aq edhe jo realist. Në mendimin ton, kjo qasje nuk ofron asnjë avantazh. Për te etiketimeve, pyetja duhet të ngrihet çfarë i shqetëson koshit, kolegët, bashkëqytetarët tanë në lidhje me prezencën tonë dhe çfarë mund të bëjmë për të adresuar këtë gjendje. Ajo që unë do doja ndoshta të kontribuoja në këto pak minuta është të ngrija pyetjen, a mund të kemi një lloj reflektimi teologjik nga ana jonë se çdo të thotë procesi i integrimit. Integrimi na ofrohet më së shumti si diçka e diktuar nga jashtë nesh, shteti, shoqëria na kërkojnë integrim dhe ne duhet përgjigjemi duke u integruar. Po a ka një premisë teologjike dhe etike brenda traditës sonë, e cila mund të na ofrojë udhëzim intelektual dhe shpirtëror në atë që quajmë integrim? Çfarë mund t'i ofrojmë kur vim në sferën publike si musliman? Një pjesë e madhe e literaturës teologjike të muslimanëve në lidhje me prezencën e Evropë, në fakt është shkruar nga figura të cilat, edhe pse mjaft të respektuara në fushën e dijeve islame, nuk kanë patur eksperiencë të jetesës në Evropë dhe nuk kanë ditur asnjë nga gjuhët kryesorë të Evropës. Për më tepër, ato kufizohen në qasje normative dhe fetva. Këto tekste nuk mund të na shërbejnë si burime primare referenciale. Rreshat më poshtë sigurisht nuk janë shtëruese, por kërkojnë të propozojnë një lloj qasje në këtë drejtim. Shkurtimisht, dy figura qendrore të mendimit fetar tradicional që kanë influencuar edhe mendimin e muslimanëve bashkëkohor, më shumë se kushdo tjetër, janë Ibn Taymija dhe Imam Gazaliu. Edhe pse ato kanë qasje shumë të ndryshme teologjike, me gjithë diferencat e tyre, ato të dy identifikojnë dashurinë si idealin suprem të Islamit, dashuri për Zotin dhe krijesat e tij. Ibn Taymija te Risalat e Tauhid thotë që forma më e lartë e tauhidit është dashuria për Zotin dhe nga dashuria për Zotin vjen dashuria për krijesat e Zotit. Imam Gazaliu në Ihya al-Ulumuddin njëkohësisht identifikon konceptin e dashurisë si formën më të lartë, si idealin më të lartë të Islamit dhe prej këndej buron dashuria për krijesat e Zotit. Studiuesi hebre Benjamin Abrahamov vën në duke se Islami është tradita e parë intelektuale në botë e cila ka artikuluar një teori tërësore të dashurisë. Ai e ka bërë këtë në studimin e tij për Gazaliun dhe Abdelaziz Dabbagh. Në anën tjetër, tradita jonë shpirtërore ka theksuar esencialitetin e etikës, etik ose edeb në marrëdhënie me Zotin dhe me krijesat e Zotit. Ibn Qayyim el-Jauzia vën në duke në Madarij as-Salikin se suneti i profetit përmblidhet në 4 virtyte kardinale: urtësia, drejtësia, kurajo dhe vetëpërmbajtja. Të njëjtat këto konsiderohen virtytet kardinale në Perëndim së paku qysh nga vepra e Republika e Platos dhe konsiderohen njëkohësisht si virtyte kardinale edhe në krishterrim. Përjedhoj, qasja jonë teologjike e integrimit është e udhëhequr nga një teologji e dashurisë për Zotin dhe për gjithë krijesat e Zotit, e manifestuar në virtyte universale të përbashkëta të njerëzimit e besimeve të ndryshme. 1000 vjet më parë, dietarja Hanefi Ebu Zeid Abdullah Dabusi shkruante se kur Zoti i Madhëruar krijoi njerëzimin për të mbartur amanetin e tij, ai e nderoi atë me mendje dhe zotësi juridike, duke e bërë në mënyrë të natyrshme të aftë për të mbartur të drejta dhe përgjegjësi. Kështu, Zoti udhëroi njerëzve të drejtën e paprekshmërisë së qenësisë, të lirisë dhe të pronësisë, në mënyrë që të mund të përmbushin detyrimet që ju janë besuar. Krahas këtyre të drejtave, Zoti ju imponoi njerëzve edhe obligimeve ndaj tij, të cilat ai quajti amanet sipas vullnetit të tij. Ashtu, thoshte Dabusi, siç kur ne bëjmë një marrëveshje me jo muslimanët dhe u garantojmë atyre mbrojtje, të drejtat dhe detyrimet e muslimanëve në këtë botë u aplikojnë edhe atyre. Vetë njeriu është krijuar në mënyrë të natyrshme i pajisur me këtë beslidhje dhe zotësi juridike. Çdo njeri është i krijuar i aftë për të mbartur përgjegjësinë e detyrimeve fetare juridike që janë vendosur, ashtu si çdo njeri është i krijuar i lirë dhe poseduesi të drejtave të tij. Ky dinjitet i është dhuruar atij mbi bazën e zotësisë juridike dhe të rolit të tij në mbartjen e amanetit hyjnor që është besuar nga Zoti i Madhëruar. Përjedhoj, siç vën në duke dietari bashkëkohor, profesor Recep Shentürk, shumë shekuj përpara deklaratës universale të drejtave të njerëzit, muslimanët kanë formuluar qartazi besimin e tyre se dinjiteti njerëzor është i patjetërsueshëm, se është dhuratë hyjnore për çdo krijesë njerëzore pa dallim besimi. Ne i kemi dhënë dinjitet çdo pasardhësit të Ademit, premton Zoti në Kur'an, laqad karamna bani Adam.
Ne mbartim këtë besim të patjetërsueshëm që të gjithë koqshit, kolegët, bashkëqytetarët tanë, pa dallim besimi, etnie apo gjinie, janë siç do thoshte Mevlana Rumi, pjesë e familjes njerëzore në Zot. Sa tham shkurtimisht më sipër, ngre pyetjen se si do mund të komunikohen vlerat tona komunitare tek koqshit, kolegët dhe gjithë bashkëqytetarët tanë. Kjo do të kërkonte një trajtim më detajuar. Në këtë trajtesë të shkurtër, do duhet të identifikuar rëndësia e asaj që quhet sovraniteti i narrativës. Sovraniteti i narrativës nënkupton rëndësinë që një grup apo komunitet të vetë artikulojë dhe të vetë përfaqësojë tek rrëfimi i vetvetes, i kulturës dhe historisë së vet, duke sfiduar forcat e jashtme që mund t'i shtrembrojnë ato. Ky koncept është thelbësor për vetë identifikimin, ruajtjen kulturore dhe sfidimin e narrativave të dëmshme, veçanërisht për minoritetet, historitë të cilave janë treguar historikisht nga të tjerët. Islami në Zvicër është në shumicë me përardhje evropiane, gjë që u vu në dukje edhe nga një nga parafolësit, ku 56.6% e muslimanëve të Zvicrës vinë nga Ballkani dhe pjesa më e madhe e tyre janë shqiptarë. E megjithatë, kur vjen puna në media, edhe pse muslimanët nga veriu e Afrikës apo nga lindja e mesme janë një përqindje shumë e vogël, atë zon pjesën më të madhe të përfaqësimit. Doktor Sinani, nëse mund ta përmbyllni se jemi në shtypje të kohës. Atëre, në referenca e fundit që dua të përmend, në librin e tij Don't Think of an Elephant, autori amerikan George Lukoff lexojmë se si figurat më të rëndësishme të politikës amerikane, disa nga njerëzit më të përgatitur në botë në fushën e komunikimit publik, këshillohen me specialistë për mënyrën se si të formatojnë mesazhet e tyre, si të artikulojnë një mesazh kolektiv për qëndrimet e përbashkëta dhe se si këto qëndrime artikulohen të bazuar në një njohje të thellë të kulturës, bindjeve, ideve të publikut. Ajo që do doja të thoja në fundje, në mbyllje për rrjedhoj, është që ne si komunitet jemi të obliguar që të artikulojmë qëndrime kolektive dhe të funksionojmë realisht si institucion. Komuniteti musliman i shqiptarëve të Zvicrës e ka mundësinë unike për arsye të shumta që kanë bëjnë me natyrën e Zvicrës për të realizuar modelin e kësaj. Ne nuk e kemi luksin që të funksionojmë si vetëm unione copëzash, por kemi nevojën që të artikulojmë qëndrime kolektive në mënyrën se si përfaqësohemi në komunitetin zvicerian. Shumë faleminderit, selam aleikum. Faleminderit doktor Sinani, atëherë merrni vendin këtu në panel. Ndërsa në radhë ftojmë doktor Zekaria Zejdinin me temën Komuniteti musliman në Zvicër, bashkëjetese, shans dhe sfidë. Urdhëroni doktor Zejdini. Assalamu alaikum. Të nderuar kryetar të bashkësive islame, të nderuar shok dhe koleg. Në fillim dëshiroj të falenderoj përzemërsisht organizatorët për ftesën. Si jam mësuar në shqip të lexoj, ja ligjeroj lirë, ja lexoj gjermanisht, mirë po sot do të bëj këtë, nga se kohën e kemi të përcaktuar. Pjesëmarrja në këtë konferencë të veçantë është kënaqësi e madhe për mua, sidomos sepse me këtë organizim komuniteti shqiptar musliman në diasporë edhe një herë dëshmon se është një komunitet që jo vetëm ka mbështetur me përkushtim çështje me rëndësi të veçantë në vendlindje, siç kanë qenë luftrat çlirimtare dhe mirëmbajtja e institucioneve arsimore, por edhe kultivon një traditë intelektuale në diasporë përmes veprimtarive, siç është kjo konferencë. Kohën e kam të kufizuar, pres kur të vajdilit ndalu, dhe do të flas aq sa lejon koha. Teksa e pregadisja këtë kumtesën, që nuk mund të them kumtesë, është një të qajmë një dert me juve këtu, se brenda kësaj kohës asnjëherë nuk kam arrit për 7-8 minuta, 10 minuta të pregadis diçka shkencore. Mu kujtua një letër, një thënie e shkrimtarit të njohur gjerman, Goethe, i cili kur i drejtohet shokut vet duke shkruar një letër, i thot: "Më fal që po të shkruaj një letër të gjatë, se nuk kam kohë të shkruaj një letër të shkurtë." Se për të shkruar të shkurt duhet shumë kohë të investuat. Më duket se organizatorët e kanë pas këtë parasysh kur na kanë dhënë këto 10 minuta për të folur. Kur flasim për xhamit dhe për islamin në Zvicër apo më gjerë në Evropë, sepse kemi edhe përfaqësues nga shtete tjera, nuk mund të anashkalojmë kontekstin shoqëror të përgjithshëm në të cilën jetojmë, nëse duam të kuptojmë drejt situatën, rolin, detyrat dhe rezultatet që mund të presim. Situata aktuale tregon qartë se po jetojmë në një kohë tranzicioni dhe tronditjesh.
konfigurimet politike ndryshojnë me shpejtësi, diskursi mediatik ashpërsohet dhe pritshmëria ndaj fesë në hapësirën publike po riformulohet. Kjo dinamik nuk e prek vetëm Zvicrën apo vetëm Evropën, por mbar shoqërinë botërore dhe natyrisht edhe komunitetin shqiptar musliman. Fatkeqësisht, këto zhvillime makro rrallë herë merren në konsiderat në punën e përditshme të komuniteteve muslimane, ndonse ndikimi i tyre i drejt për drejt ose tërthor është i padiskutueshëm. Me fjalë të tjera, kush flet sot për integrim, dialog dhe identitet, nuk mund të flasë sikur realitetet të ishin të qëndrueshme dhe të njëkuptimshme. Qasje publike ndaj fesë, e veçanërisht dhe disa e cekën këtu, ndaj islamit kanë ndryshuar aq shumë në vitet e fundit, saqë nuk mund të krahasohet me periudhën para vitit 2001. Domethënë ne kur flasim në akademi për këtë çështje themi siç kemi thënë më para erës son dhe mas erës son, ne themi para 2001-shit dhe mas 2001-shit sa i përket çështjes islame në perëndim. Komuniteti musliman në Evropë si pikë mbështjetje e shoqërisë. Jam i bindur se askush me mendje të shëndosh nuk e vë në dyshim punën e jashtëzakonshme të xhamive shqiptare në diasporë e sidomos në Zvicër. Përjashtim bëjnë disa intelektual, në thojze e kam këtë intelektual, me mision që veprojnë në trojet shqiptare dhe që në media përsërisin narrativa denigruese ndaj muslimanëve dhe kur e shkruaj këtë mendova dënjëherë sa jemi ne fajtor për atë që ata duken më tepër nëpër media dhe kanë më shumë vend se sa ne. Megjithatë, xhamitë shqiptare kanë arritur atë që pak institucione e bëjnë. U kanë dhënë njerëzve një vend ku ruhen vlerat fetare dhe ato kombëtare, ku takohen njerëzit, ku zhvillohen projekte sociale, kulturore, akademike dhe ku krijohen hapësira takimi. Vitet e fundit, fal edhe ndërtesave të bukura dhe dinjitoze, është shtuar një vlerë estetike që zbukuron jo vetëm mjedisin përreth, por edhe vetë qytetin ku ndodhen këto objekte. Xhamit shërben gjithashtu si pika kontakti me besimtarë të feve të tjera dhe shpesh si adresa rrëfimi për institucione të ndryshme arsimore dhe organe të ndryshme shtetërore. Si rezultat, xhamit ku flitet shqip ose të muslimanëve shqiptar kanë kryer shpesh me mjete të kufizuara financiare një sër funksionesh jetike, mbështetje sociale, kurse të gjuhës dhe ndihmë mësimore, kujdes shpirtëror, orientim në arsim dhe formimin profesional, si dhe iniciativa për dialog ndërfetar. Megjithatë, këto arritje të mëdha mbetet pyetja nëse orientimi i xhamive shqiptar në Zvicër, në veçanti dhe në Evropë në përgjithësi, sidomos në planin organizativ dhe teologjik, po e përmbush si duhet misionin e urndërtimit mes traditës islame mes traditës dhe tashmes, mes kulturës së preardhjes dhe shtëpisë së re. Sepse xhamitë shqiptare, sidomos në Zvicër, nuk janë vetëm të rëndësishme në numër, sepse numri është i madh, ato fal rënjosjes së tyre evropiane dhe pluralitetit konfesional brenda popullit shqiptar, janë një faktor me interes të veçantë dhe për shoqërinë evropiane. Domethënë është edhe një faktor që thuhet a janë musliman të aftë të jetojnë me fe tjera në vendet nga vinë ata, se në Zvicër ajo është edhe e detyrueshme nga se ligjet janë të tilla. Zhvillimi institucional dhe profesionalizmi, domethënë me të vërtetë mundohem shumë shkurt të them diçka, se ndonjëherë të flasish më pak mund të thuash më shumë se sa të flasish shumë e në fund del më pak. Në krahasim me dekadat e kaluara, shumë xhami në veçanti në Zvicër kanë bërë hapa të dukshme përpara. Janë themeluar komunitete të reja, të cilat janë zgjeruar, janë bler objekte dhe janë ngritur xhami të bukura. Unë me të vërtetë, do të thonë, mburem me xhamitë që janë në Zvicër, posaçërisht nga se nuk i njoh nga brenda, po nga jashtë. Kjo është një arritje e madhe, aq më tepër kur dihet se të gjitha këto janë rezultat i punës vullnetare dhe i kontributeve financiare të besimtarëve. Por zhvillimi fizik nuk sjell vetëm mundësi, por edhe sfida të reja. Me rritjen e dukshmërisë ndryshojnë strukturat ose duhet të ndryshojnë, zgjerohet spektri i veprimtarisë, ndryshojnë nevojat e antarëve dhe intensifikohet vëmendja e opinionit publik. Ndryshe është kur je në xhami diku në një xhami e vogël në podrum
ku se sheh askush, edhe ndryshe është kur jenë në mes të qytetit një institucion i madh, atëherë rritet natyrisht edhe përgjegjësia të cilën e mbajnë ajo xhami ose komuniteti në fjalë. Prandaj, një nga detyrat kyçe për këtë integrim në shoqërinë zvicrane, shpesh e anashkaluar është profesionalizmi i punës së komuniteteve që janë rritur tash për tash. Shpesh ndodh që megjithse modernizohet objekti, në këtë rast xhamia, kuadri dhe udhëheqësia mbeten të pandryshuara. Kjo e ul efikasitetin ose efektivitetin dhe nuk sjell rezultatet e dëshiruara. Duhet që strukturat dhe veprimtaritë të vihen në harmoni me vizionin që synohet me këtë ndërtesë ose me këto ndërtesa të reja. Në fusha të caktuara kërkohet udhëheqësi profesionale dhe përfshirja e njerëzve të kvalifikuar dhe në vendimmarrje. Ju e dini vetë se për shembull në komunitetet kristiane ose krishtere, qendrat fetare ashtu si qendrat e mëdha islame shqiptare në Evropë punësojnë profesionalistë që kujdesen për aktivitetet e ndryshme që zhvillohen në kuadër të këtyre qendrave, secili për një lëmi të caktuar. Kjo, në shikim të parë, mund të duket me kosto të larta, por një strukturë e tillë në kontekstin evropian është e domosdoshme. Sepse një xhami në Zvicër përballet me sfida krejtësisht të ndryshme nga xhamit në shoqëri me shumicë muslimane, dhe ne duhet të jemi të përgatitur për të përballur me këto sfida. Nëse mundi doktor Sekrea me përfundua. Ma shumë nuk mundet e Vajdin. Edhe një faqe kam ta lexoj, pa duhet ta lexoj ashtu ose kështu. Nuk kam çka të bëj. Orientimi, nëse lexoj më shpejt atë nuk ka edhe asnjë farë kuptimi. Krahas ristrukturimit organizativ, me rëndësi të posaçëm është edhe orientimi teologjik. Edhe atë e them si një njeri, nuk e them vetëm nga aspekti shkencor, e them nga aspekti i një personit që është i involvuar në këto procese koft shtetërore, koft me politik, koft me gjatë. Domethënë, këtu flet edhe pak përvoja. Fatkeqësisht nuk është i vogël numri i xhamive ku ndonjëherë predikohen modele interpretimit të islamit që nuk prekin as pak realitetin e sotëm të jetës, shpesh ngrihen në piedestal koncepte të vjetra, të zhvilluara në kontekstin mesjetar dhe në përputhje me nevojat e asaj kohe, por që sot jo vetëm që nuk ofrojnë zgjedhje për sfidat bashkëkohore, përkundrazi e vështirësojnë komunikimin dhe përmbajtjen elementare ose përballjen me problematiket e bashkëjetesës, ose janë vetë problem për bashkëjetesën. Arsyet për këtë situatë janë të shumta dhe nuk duhet të hinë në ato, sepse duhet një konferencë tjetër, ndoshta është një thirrje këtu për të bërë një konferencë tjetër rreth temës se pse ky fenomen është i përhapur ose përhapet. Ne këtu në Perëndim, po edhe në vendlindjet tona kemi nevojë për një qasje kontekstuale ndaj fesë islame në mënyrë që të na mundsojë ta reflektojmë fenë tonë nga këndvështrimi i kontekstit bashkëkohor, në këtë rast evropian, dhe kështu të ofrojmë përgjigje nevojave aktuale. Kjo nuk është vetëm kërkesë e kohës, por edhe pjesë e vetë traditës islame, e cila historikisht i është përgjigjur kushteve lokale dhe është riformuar e riinterpretuar në dritën e tyre. Secili prej jush, posaçërisht ata në rendin e parë, janë shëtitur shumë në përvendet islame dhe kanë parë se botkuptimet e fesë çdo kund nuk janë njësoj, sikur të ishin uniformuar ato, ndoshta në ato vende nuk do kishte musliman. Sepse vetëm një fe që e merr seriozisht jetën e njerëzve mund të bartë mesazhe universale. Për fat të keq, kohët e fundit shohim anë mban botës ashtu quajtur islame, por edhe në trojet tona rritje të konsiderueshme të lëvizjeve ose të një lëvizjeje që e paraqesin islamin si një fe që lejon vetëm një lexim ose interpretim të kësaj feje, e cila më pas klasifikohet si e pandryshueshme dhe e vetmja valide dhe e vlefshme për çdo vend dhe çdo kohë. Ky interpretim jo autokton shqiptar, nuk ka në traditën tonë diçka të tillë, ose s'ka pas, dhe e huaj në traditën islame, veçanërisht tërheq të rinjt të cilët kanë përgatitje të dobët, pasi që i ofron në qartësi, një qartësi e cila është bardhë e zi dhe ato i largon nga kompleksiteti i jetës. Kjo qasje bie ndesh me shumëllojshmërinë historike të traditës islame dhe me përvojën shqiptare të një
fetarësie të ekuilibriuar. Ajo që duhet të na shqetësoj është fakti se grupet që dikur ishin marginale, aktualisht po zhvendosen drejt qendrës së komuniteteve tona islame shqiptare dhe po ndryshojnë shfaqjen publike të islamit. Do me thonë, kur kemi thonë para 10 viteve albanish islamish ka pas një konotacion tjetër, kur thuhet sot albanish islamish për fat të keq ka një konotacion tjetër, edhe pse jo shumë dramatik, po prap jo si atëherë. Arsyet për këtë situatë janë të shumta dhe nuk mund të shkellohen në kumtesën time, sidoqoftë mund të përmenden si mangësi, mungesa e alternativave të qëndrueshme, hezitimi e nënvizoj këtë për t'ju kundërve grupeve konservatore në emër të unitetit. Ne duhem të unifikohemi, edhe pse ata nuk duhen të unifikohen me ne, mirë po ne në emër të unifikimit duhet mos të kundërvihemi, nuk them se të gjithë, dobësit në punën me rinin dhe rjedhimisht mos prania në rrjetet mediale dhe sociale. Madje edhe imamët me vizion të hapur, është një vështim im, mund të jetë edhe gabim, shpesh ndjejnë presionin të heshtin ose të ofrohen me pozicione më konservatore për shkak të popularitetit që gëzojnë këto rryma në për xhami. Nuk mund shumë të flitet në xhami për A, B, se ato njerëz dalin në për televizor edhe xhamati nuk pranon atë. Mjafton një vështrim në mediat vendore në gjuhën shqipe që të shihet qartë se cili imazh i islamit përçohet atje. Nuk e kam fjalën për ata që janë kundër, ajo është diçka tjetër, është e qartë. Nëse flasim edhe 2 paragrafe kam, nuk du të edhe kry. Nëse flasim me sinqeritet për sfidat dhe mundësitë e bashkëjetetës në Evropë dhe për rolin e xhamive shqiptar në këtë proces, duhet të pranojmë se situata aktuale dallon krejtësisht nga ajo e së kaluarës dhe se për një integrim të suksesshëm, institucionalizimi dhe drejtimi profesional i xhamive, si dhe përhapja e një teologjie kontekstuale janë të domosdoshme. Xhamit në Zvicër e në Evropë sot nuk mund të mbështeten vetëm në punën vullnetare dhe në arritjet e së kaluarës, kur ndoshta mjaftonte një vizitë te një prift i kishës që e ka pas aty afër dhe theksimi i vazhdueshëm se ne jemi shqiptar dhe tolerojmë të gjitha fetë. Nëse xhamit dhe qendrat islame shqiptare në diasporë e veçanërisht në Zvicër duan ta luajnë edhe më tej rolin e motorit impetusit në procesin e integrimit dhe bashkëjetesës, siç besoj unë se duhet, na duhen qasja autentike e burimore ndaj islamit të ushqyera nga burimet e fesë, por të adaptuara në kontekstin aktual ashtu siç e ka ditur ta bëj komuniteti ynë me shekuj, duke jetuar në harmoni me mjedisin pa humbur veçoritë e veta. Nuk është këtë diçka që duhet ta çpikim ne. Kjo është në traditë, ekziston dhe është dëshmuese populli jon është në gjendje ta bën këtë. Potenciali i komunitetit musliman shqiptar në diasporë është shumë i madh. Mbetet të shohim nëse do të jemi në gjendje të mbajmë gjallë traditat duke e mbajtur të ndezur flakën e ndezur shekuj më parë apo thjesht do ta bartim hirin e prodhuar brez pas brez. Me këtë mendim ju falenderoj për vëmendjen, edhe më falni për këto minutat që i mora, po ndryshe nuk ishte e mundshme. Ju falenderoj. Faleminderit, doktor Zekiria. Në morë kohë ma shumë, po besoj se janë pika cilat na prekin neve drejt për drejt dhe do të mendojmë edhe të veprojmë faktikisht. Atëherë ftojmë panelistin tjetër, doktor Bashkim Aliun, me temën veprimtaria botuese e xhamive shqiptare në Zvicër, xhamit antarët e komunitetit musliman shqiptar në Zvicër si rast studimi. Urdhëroni, doktor Bashkim. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahu xhalleshanuhu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuara motra dhe të nderuar vëllezër, fillimisht më lejoni që ju përshëndes me përshëndetje në ngrohtë islame, selamu aleikum, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Normalisht kumtesa ime ka të bëjë me një segment shumë të rëndësishëm të angazhimit të xhamive të mërgatës shqiptare këtu në Zvicër pra me veprimtarinë botuese. Këtu kjo kumtesë nuk e nënkupton veprimtarinë botuese të imamëve,
dhe as të teologeve, për shkak se ka imam këtu që kanë bile dhe mbi 30 vepra të botuara, qoftë përkthime, qoftë vepra autoriale. Po ashtu nuk i nënkupton edhe botimet në gjuhën gjermane, se ka xhami që kanë botuar edhe libra në gjermanisht. Jemi përqendruar këtu në gjuhën shqipe, si dhe në botimet e xhamive si institucione pra. Për shkak se realisht xhamatlit të xhamive tona kanë dhënë kontribut në botimin e shumë veprave, nga imam, nga intelektual tanë, si në vendlindje, po ashtu edhe këtu në Mërgat, por që nuk figurojnë në ato botime se janë sponsor. Por atë jemi ndalur vetëm në botimet e xhamive pra si institucion. Veprimtaria botuese e xhamive të Mërgatës shqiptare në Zvicër paraqet dëshmi të angazhimit dhe përkushtimit të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër në përgjithësi dhe intelektualve musliman shqiptar në veçanti në avansimin e fjalës së shkruar shqipe në Mërgat si pjesë e pandashme e trungut intelektual fetar dhe patriotik kombëtar. Për zgjedhja e veprimtarisë botuese të qendrave islame të Mërgatës shqiptare, si një nga komunitetet fetare islame mirë të organizuara në Mërgat, respektivisht në Evropë, është një veprim i qelluar nga se komuniteti musliman shqiptar në Zvicër në përgjithësi dhe organizata ombrell e tij KMSZ në veçanti përbën komunitetin gjithësisht organizatën që në rrafshin e rilindjes fetare në Mërgatën shqiptare islame në Evropë nuk u fokusua vetëm në themelimin e institucioneve fetare, që padyshim paraqesin një nga nevojat imediate për Mërgatën shqiptare të përkatësisë fetare islame, por ushtri edhe në segmentet e tjera të veprimtarisë fetare, kulturore, arsimore dhe kombëtare të kësaj Mërgate në Evropë në përgjithësi dhe në Zvicër në veçanti. Në këtë kontekst duhet seksuar veprimtarinë publicistike, ku qendrat islame shqiptare në Zvicër dhe imamët e nderuar si me votimin e veprave autoriale, ashtu edhe me përkthime, e shënuan realisht një segment të rëndësishëm të veprimtarisë së këtyre institucioneve. Mbështetja materiale për botimin e librave është e konsiderueshme nga xhamatlind dhe xhamitë e Zvicrës. Nga analizat tona në këtë segment, mund të themi se kemi format vijuese si është bërë mbështetja veprimtarisë botuese nga ana e xhamive të Mërgatës shqiptare në Zvicër. E para, si mbështetje pjesërishme, do të thotë bashkë me donator të tjerë jashtë Zvicrës. Forma e dytë, si sponsor të vetëm të botimit të librit, që do të thotë se e kanë mbuluar materialisht komplet botimin. Kjo nuk nënkupton domosdoshmë që xhamatlind dhe xhamia sponsoruese paraqitet edhe si botues, si dhe forma e tretë është si botues të librit. Pra, xhamitë e themeluara nga shqiptarët këtu në Mërgat në Zvicër kanë bërë disa botime të cilat mbajnë siglën e tyre. Pra, këto xhami janë botuese të këtyre veprave. Thënë përmbledhtas, nga 60 xhami sa janë aktualisht anëtare të KMSZ-s, 14 prej tyre kanë qenë të angazhuara në veprimtari botuese, qoftë si botues apo si sponsorues të librave. Me këtë rast duhet theksuar se antar edhe nga xhamit tjera pos këtyre 14 kanë kontribuar në botimin e librave, por nuk janë evidentuar si sponsor ose botues. Deri më tash kemi 70 ditë tituj të botuar nga xhamit e Mërgatës shqiptare në Zvicër dhe 14 tituj të sponsoruar. Pra është bërë një dallim mes titujve të botuar dhe titujve të sponsoruar nga xhamit. Dhe kur i ashtojmë kësaj edhe 5 titujt e botuar nga organizata ombrell e këtyre xhamive, pra komuniteti musliman shqiptar në Zvicër, rezulton se kemi 91 tituj të botuar në përgjithësi nga institucionet fetare të Mërgatës shqiptare në Zvicër. Kjo do të thotë se këto botime përfshin vepra autoriale, përkthime nga gjuhë të huaja, tekste didaktike për mësim besimin,
si dhe monografi që dokumentojnë historikun dhe aktivitetet e xhamive shqiptare në Zvicër. Gjithashtu theksohet edhe roli i KMSH-s dhe institucioneve të saj në nxitjen e botimeve me karakter edukativ dhe në promovimin e diskursit të moderuar islam. Nëse do të përmendim disa sa për shembull, se besoj se edhe me kohën pra nuk jemi shumë, do të them pra, Xhamia Hana e Re në Kreslingen ka botuar 10 tituj, Xhamia e Vilit ka botuar 6 tituj në gjuhën shqipe dhe 1 në gjuhën gjermane, si dhe ka sponsoruar botimin e një libri. Qendra Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religion në Lozan ka botuar 5 tituj, Bashkia Islame në Regensdorf ka botuar 1 libër dhe ka sponsoruar 3 libra. Qendra Islame Shqiptare në Renault Vaut ka sponsoruar 3 libra, Xhamia Dituria në Gjenevë ka sponsoruar 2 libra, Xhamia e Bardh në Arburg ka botuar 2 libra dhe ka sponsoruar 2 të tjera, Xhamia e Flumësit ka sponsoruar 1 libër, Bashkia Islame e Abu Hanife në Grenhen të kantonit të Solloturnit ka botuar 1 libër, Xhamia Al Shems në Repstein San Gallen po ashtu ka botuar 1 vepër madhështore të Imam Gazaliut, Xhamia Lengentalit ka sponsoruar 1 libër, Xhamia Al Hidaye San Gallen ka botuar 4 libra në gjuhën shqipe dhe 1 libër në gjuhën gjermane, Xhamia e Xhenetit ka botuar 3 libra në gjuhën shqipe dhe 2 në gjuhë të tjera, si dhe Xhamia e Fondacionit të Rinisë Islame në Ciri, është xhamia e cila mund të thuhet se është kampione në këtë fushë dhe kjo xhami ka botuar deri më tash diku 40 tituj. Disa tituj të këtij fondacioni pra janë botuar deri në 8.000 apo 10.000 ekzemplar. Si dhe KMSH ka botuar 5 tituj. Shkurtimisht thënë, nëse do të donim të përzgjedhim disa, do të themi se nga botimet që mund t'i theksojmë këtu është botimi i tefsirit të Ibn Kathirit në 8 vëllime i botuar nga Fondacioni i Rinisë Islame dhe Xhamia e saj. Pastaj botimi i veprës kapitale të dietarit dhe të filozofit të njohur Imam Gazaliut, Ihya Ulumuddin, vepër kjo që ka botuar Xhamia e Repsteinit, si dhe disa vepra tjera po ashtu të rëndësishme nga xhamit tona. Në fund të rekomandimet. Këtë kumtes do të mund të përfundoni me rekomandimet vijuese. Xhamit e themeluara nga shqiptarët në Zvicër t'i kushtojnë kujdes botimit të monografive ku do të flitet për historikun e xhamisë, zhvillimin e jetës fetare në komunitetin përkatës si dhe aktivitetet e xhamisë. Me këtë do të bëjë një shërbim i çmueshëm në veçanti për studiuesit e jetës fetare të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër. Xhamit japin hapësirë të duhur edhe botimit të librave në aprovimin e buxheteve të tyre. KMSH t'i kushtoi vëmendje më të madhe botimit të librave, si veprave autoriale të hoxhallarëve shqiptar të cilëve veprojnë në Zvicër në veçanti në Europë dhe në veçanti në Zvicër, po ashtu edhe për kthimeve kualitative dhe të nevojshme për komunitetin musliman shqiptar në Zvicër. Organizimi i promovimeve më të shpeshta të librave në xhami, me çka do të promovojë edhe rëndësia e librit dhe veprimtarisë botuese të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, si dhe bashkitë islame të vendlindjes të botojnë dhe të promovojnë vepra apo përkthime kualitative dhe të rëndësishme të imamëve shqiptar që veprojnë në mërgim. Të intensifikohet bashkëpunimi përmes mënyrave të përshtatshme në mes të institucioneve shkencore të bashkësive islame të vendlindjes dhe KMSH-s në fushën e botimeve. Ju faleminderit. Faleminderit, doktor Bashki. Na kemi ditë që ka bukur po bash që ka që jo, faleminderit për Allah e shpërbleft. Atëherë unë ja kaloj fjalën kolegut tim, doktor Islami, drejtorit të medresesë Isabejo. Urdhoni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما علمنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. Fillimisht është një kënaqësi e veçantë që të jemi në këtë vend, në këto çastet, në festat e nëntorit me një organizim të mirëfillt, të krejt kësaj fryme pozitive të aspektit fetar dhe kombëtar, që ne si shqiptar dhe si musliman këtë çështje kemi pak më të veçantë. Unë përgëzoj kryetarin e Unionit me gjithë bashkëpunëtorët e tij, me gjithë imamët, me gjithë ato të cilët e përkrahin këtë ide, po të njëjtën kohë edhe qeveritë shqiptare të cilët janë në bashkëpunim për të mbajtur ajo gjuha shqipe, për të folur më mirë, më bukur, edhe pse diaspor, edhe pse Zvicër
Gjitha të mirat i kemi, por ne duhet të i shfrytëzojmë, të i mbajmë dhe të vazhdojmë me këta të mira. Njëjtën kohë, unë falenderoj edhe kryetarët e bashkësive fetare islame që ka një përkrahje të tillë, që gjithë kjo e mirë, e begatshme të jetë e vazhdueshme. Nuk harroj asnjëherë edhe drejtorët e diasporës, të cilët luajnë rolin e tyre në këtë organizim, në këtë unifikim që bëjnë një çështje të tillë. Pasi që jemi në sesionin e fundit, është e lodhshme pak, por ne kemi një problematik kur marrim mikrofonin në dorë, s'dim se si ta ndalim, ndërsa nga pjesa tjetër doket se pak foli, por ne kur e marrim kështu na doket se s'kemi fol, por besoj dhe shpresoj që kemi mirë kuptim të gjithë, pasi që krejt jemi të asaj rrugtimi. Jemi në sesionin e tretë dhe të fundit ku 3 parafolës kanë folë dhe dhanë kumtesat e tyre të rëndësishme me një spikatje të veçantë. Tash jemi edhe në kumtesën e 4 të profesorit nderuar Rejhan Efendi Nezirit, imam në xhamin e Kreuslingenit, nëse zgaboj. Tema e tij është roli i xhamive shqiptare në ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës shqipe në Mërgat. Urdhëroni profesor. Shumë falënderit. Tema ime ishte ajo që u prononcua nga profesori nderuar. Për këtë, unë jam mbështet në vrojtimet e mia si imam që 23 vite këtu në Zvicër, por në njëjtën kohë kam zhvilluar 2 anketa online me teologët dhe teologët, pra drejtuar atyre, këtu në Zvicër, në Itali, Gjermani dhe Austri, si dhe me antarët e kryesive të xhamive të po të njëjtave shtete. Kështu që këto anketa mua më kanë shërbyer më tepër për të përforcuar të hipotezat e mia, le të them, që s'janë hipoteze, po më tepër janë konstatimet që vetëm se i kam përjetuar gjatë gjitha këtyre viteve. Në këto anketa kanë marrë pjesë 34 imam dhe 31 antarë kryesive. Nuk merrem shumë ato, por gjuha e komunikimin në për xhami shqiptare këtu në diasporë është kjo. Fillimisht emrat, titujt e xhamive, një sër për tyre kanë emra shqip, Hona e Re, Paqja, Besimtari e të tjera. Statuti i xhamive, si një prej dokumenteve thelbësore, kryesore që mbajnë një institucion, si xhamit që janë si shtete të organizuara të strukturuara këtu, është përveç një gjuhë zyrtare që në vitet është edhe po është në gjuhën shqipe dhe është e qasshme për të gjithë antarët e xhamisë. Namazet kryesisht janë në gjuhën arabe, ligjërata, derset, vaazet, para xhumaje, ditëve të diela ose të tjerave në Ramazan e bajrameve janë kryesisht në gjuhën shqipe, herëherë në gjuhë vendi. Mësimi fetar me fëmijët 1, 2 ose 3 herë në javë, po ashtu është në shqip pjesërisht në ndonjë gjuhë vendi, vetëm për sqarime më tepër. Mësim veç mas të gjuhës shqipe ose lëshim në dispozicion të hapësirave të xhamive shqiptare për shkollat shqipe, siç janë lapshje të tjera këtu në Zvicër, në vende të tjera nuk e di si quhen. Tjetër është motivimi i imamëve kryesive të xhamive drejtuar prindërve që të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollën shqipe, mbështetje morale e tjera në forma të ndryshme të këtyre shkollave shqipe. Nga aspekti i kryesive të xhamive, kemi drejtuesi të xhamive, kemi të gjithë shqiptar, për fat keq, ashtu siç e theksua dhe sot, pjesëmarrësit të gjithë 31 nga spektri i drejtuesve të xhamive në të 4 këto shtete janë të gjithë të gjinisë mashkullore. Megjithatë, ata të gjithë ndërmjet veti flasin shqip, mbledhet i mbajnë gjuhën shqipe, me antarët e xhamive, pra me xhamatin komunikimin e bajnë po ashtu në gjuhën shqipe, dokumentacioni, protokollet po ashtu në gjuhën shqipe dhe në një gjuhë vendi, hapësirat për kohë të lirë, kafeterit, restorantet e tjera janë në gjuhën shqipe, kryesisht ama në dialekt ose në të folme rajonale. Web faqet dhe mediat sociale të xhamive që janë të shumta kohëve të fundit, kryesisht shqip, në të disa prej tyre i kasim edhe plus në gjuhë të vendit, në 2 gjuhë. Pastaj publikimet e revistave, buletin, libra, autoriale ose përkthime poshtë në gjuhën shqipe.
një prej pyetjeve që ka qenë drejtuar teologëve dhe anëtarëve të kryesisë ka qenë edhe çështja e zotërimit të gjuhës shqipe nga ata edhe nga ana e imamit. Pra të gjithë, sidomos kuadri teologjik i xhamive, është i arsimuar mirë teologjikisht, por edhe zotërojnë shumë mirë gjuhën shqipe letrare. Xhamit shqiptare këtu në Mërgat ndodhen midis disa fronteve të ndryshme. Një, janë pretenduesit se xhamit shqiptare janë asimiluese të fëmijëve dhe të të rinjve, dëshirojnë asimilimin ose arabizimin e tyre, dhe tjetri front është ajo nga shoqëritë shumic. Këtu në Perëndim se xhamit janë kryesisht të strukturuar në bazë të gjuhës etnike të tyre, se ne nuk kuptojmë çfarë mësohet, çfarë ligjërohet, çfarë predikohet në ato, prandaj dyshojmë se këtu, duke u mbështetur në disa raste të veçanta, dyshojmë se në gjitha xhamit po mësohet një islam radikal e tjera. Pra, xhamit janë midis këtyre dy fronteve, pra atyre që supozojnë se po arabizojmë fëmijë dhe të rinj dhe të rejet, dhe tjetrit që po i radikalizojmë. Pra, përpasoj kemi që tendencën dhe prirje xhamive shqiptare këtu në Perëndim që, sidomos kur janë në pyetje fëmijët, nxënësit dhe nxënëse dhe të rinjt të reja të xhamive, domethënë të xhamive përkatëse, të shkohet të drejtit dy gjuhësisë. Kjo është një prirje dhe një trend që po vazhdon në gjithë të tjerë. Një arsye shtesë për këtë dy gjuhësi është edhe fakti i realt, sepse se një formë e radikalizimit, një faktor që ka ndikuar drejt radikalizimit apo ato që shqetësimin që shprehu doktor Zekria Sejdini lidhur me rrëshqitjen, zhvendosjen e diskursit dhe narrativës islame shqiptare nga e moderuara drejt më konservatorës, një gjë që e theksoi edhe një gazetë këtu në Zvicër, që mund të diskutojmë për këtë pastaj, është edhe çështja e radikalizimit me të vërtetë të disa të rinjve nëpërmjet teologëve të hoxhallarëve të internetit dhe rreziku, sepse ata hoxhallarë që një pjesë prej tyre nuk ishin as edhe hoxhallarë, por që ligjëroshin, predikoshin në mënyrë fantastike dhe shumë bukur në gjuhën gjermane, ishin shumë atraktiv dhe tërheqës për të rinjtë dhe të rejet tona. Kështu që domosdo ky diskurs konservativ, le të themi kështu, ushtrin edhe të një pjesë e madhe. Kështu që ne u ndodhëm para sfidës së legjitimitetit tonë si imam, sa është legjitim imami i vendit i xhamis për disa të rinj dhe të reja. Ja, po e banalizoj kështu. Ja, nuk kupton mirë. Se një islamin mirë. Kush e një mirë? Ai bokseri i Gjermanisë më mirë një. Pierre Vogel e të tjerë. Pa përdore emra më të qenë. Pra kjo është një arsye shtesë që ne xhamive dhe teologëve besoj që na shtyn drejt asaj që përveç shqipës që e kemi dhe që e ruajmë dhe kultivojmë me xhelozi, le të themi, ne gjithnjë më shumë po e fusim në përdorim edhe një gjuhë të vendit, qoftë gjermane, franceze ose italiane. I kam lutur teologët dhe kryesit e xhamit të japin një parashikim për të ardhmen e gjuhës shqipe këtu në diasporë. 47% e teologëve janë shpresë se do të ruhet dhe të kultivohet njësoj si deri më tani gjuha shqipe, 35% se do të ruhet dhe kultivohet gjithnjë më pak dhe kështu me radhë. Te kryetarët ose te anëtarët e kryesisë të xhamive shihet një tendencë, një prirje pak më optimiste, ato shohin madje 58% për tyre janë shpresë se do të ruhet e kultivohet po ashtu si është ruhet deri më sot. 29-30% janë se do të kultivohet gjithnjë e më pak. Duke u mbështetur në këto që, domethënë, këtë parashikim, këtë frikë, sidomos që vlen për të gjitha pakicët, por edhe për ne këtu në Perëndim, është çështja e harxhimit ose konsumimit gjithnjë më pak, përdorim gjithnjë më pak të gjuhës amtare dhe kultivimit të vlerave kombëtare këtu në familje e më të gjithë. Prandaj, si teologët, ashtu dhe anëtarët e kryesive kanë dhënë disa rekomandime që duhet t'i përcaktojë këtu. Në një, kuadri fetar dhe xhamit me strukturat kryesie dhe tjerë të angazhohen më shumë për ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës shqipe brenda dhe jashtë xhamisë, më shumë se sa kanë bërë deri tani. 2. Ti motivojnë prindërit që ata t'i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollat shqipe. 3.
xhamit ta mbështesin shkollën shqipe. 1. Moralisht, 2. Me lëshimin në dispozicion të hapësirave të xhamisë në qoftë se ka nevojë për to, 3. Sipas mundësisë edhe financiarisht. E 4. Aty ku nuk ka shkolla shqipe, xhamia të organizojë vetë mësim shtesë të gjuhës shqipe. 5. Të thellohet bashkëpunimi dhe të hartohen strategji të përbashkëta me shkollën shqipe dhe me shoqëratat e tjera kulturore artistike shqiptare. Faleminderit. Ju falenderit profesor i nderuar për shqyllimin e temës roli i xhamive shqiptare në ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës shqipe në Mërgat. Atëherë jemi edhe në kumtuesin e fundit të kësaj seance, ku kemi Dr. Mejid Efendi Osmani, imam në xhamin Romanson, i cili do të shtjelloj temën xhamit shqiptare si ura lidhëse mes traditës islame dhe kulturës kombëtare. Urdhëro Dr. Mejid Osmani. Para se të filloj, ka një fjali e urtë turqisht, ai cili ngel i fundit, ose e merr të gjithën, ose jetë pa asgjë. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, më lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetje më të bekuar. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Gjithashtu duhet të ndaj kohë t'ju përshëndes edhe antarët kryesor apo krerët kryesor të bashkësive islame, organizatorët, moderatorin, edhe vëllezërit tjerë që të gjithë ja kanë pasur deri në ngajljen që në fund të deri një simpozion i thellë shkencor. Titulli i cili dëshiroj ta shtjelloj në këtë kontestë apo në këtë simpozion është xhamit shqiptare si ura lidhëse mes atyre vlerave fetare dhe kombëtare. Xhamit shqiptare në Zvicër, të cilët veprojnë tashmë që prej më shumë se 3 dekadash, përfaqësojnë institucione që kanë kaluar nga fazat e mbijetesës në fazën e konsiderimit identitar dhe institucionalizmit të qëndrueshëm. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për një ushtrim të besimit fetar në xhami, por për një organizim të tërë shoqëror, kulturor dhe edukativ, i cili garanton ruajtjen e identitetit dhe zhvillimin e tij në kushte të reja. Nësi hartojmë shkencëtarët apo studiosit të cilët merren me studimin e diasporës, të cilët janë të huaj, pra ne si që themi të huaj, do të shohim që Stuart Hall në librin e tij Cultural Identity and Diaspora, këto libra i kemi gjetë në për PDF-e të ndryshme dhe i kemi hartuar se çfarë bisedohet, ai potencon që identiteti si proces është i ndërtuar përmes fazave dhe kulturës historike të atij populli, përmes gjërave që kanë ndodhur dhe kanë lënë peshë në atë popull, kulturave të ndryshme e kështu me radhë. Po ajo që është më interesante që pra ky Stuart Hall ka jetuar rreth viteve 1930-2014 ka jetuar, kurse më e thekshëm, më të veçantë dhe më katërhequr më shumë është studiosi dhe teoricenti indian i quajtur Homi Bhabha, ashtu quhet, dhe e përshkrua një teori shumë bukur, The Third Space, hapësira e tretë, ku thotë hapësira e parë është hapësira që njeriu apo ai populli e sjell atë me vete në atë vendin e huaj, dhe e dyta ajo hapësira ku është ai kultivuar. Dhe tash në përplasjen e këtyre dy kulturave formohet një hapësirë e tretë. Dhe vërtet ne jemi tash në këtë fazë, a do të përcaktohemi që përmes xhamive të harrojmë identitetin ton apo do të asimilohemi ndal ngadal, mos dha Zoti një të tillë. Dhe pjesa tjetër është që Pierre Bourdieu dhe Robert Putnam thotë që ata të cilët shumë bukur e potencon, ata popuj, ata ti themi njerëz, grupacione apo popuj ti themi më mirë, të cilët kanë lidhje të ngushtë të mbrëmshme,
këtu do të thejt një thekst të veçantë, kanë lidhje të ngushtë me lidhjet e tyre të brendshme, ata integrimin e kanë pak më rënd, por i ruajnë vlerat e tyre që identifikon si popull. Kurse edhe këtë thot si në atë kuadrin e bonding, kurse bringing thot që ata të cilët të ruhen dhe ruajnë kontakte me popull tjerë ndal nga dal mund të zhvillohen. Të nderuar të pranishëm, ajo që deshëm të potencojmë është që në këtë kumtesë, me këtë pjesëmarrje që deshëm të themi, xhamitë shqiptare e kanë marrë përsipër këtë sfidë të madhe të natyrshëm dhe efektiv. Ato janë hapësira ku është ruajtur praktikat fetare islame dhe ku është gjetur një format i ri i shqiptarisë në vend të huaj. Pra kështu e kanë identifikuar. Roli xhamive këtu në Zvicër mund të ndajmë në 3 faza kryesore, apo në 3 etapa, apo në 3 sfera. E para është funksioni fetar. Kjo është gjë e qartë, është gjë e lehtë, xhamia pra te ka edhe emrin xhami. Mos ndalemi këtu. E dyta është funksioni kulturor. Në mungesë të një trupe të gjerë institucionesh kombëtare, xhamia ka marrë rolin e ruajtjes së gjuhës, trashëgimisë dhe memorisë kolektive. Programet për festat e 28 nëntorit, apo nëntorit në përgjithësi, si që kemi përndesuar deri tash, mbrëmjet kulturore, recitimet për me fëmijë, mësimi me fëmijë, ruajtja e llojit të këngës e cila përshkruan gjendjet emocionale dhe zakoneve shqiptare, të gjithë këta kryhen në xhami, sepse aty ndodhen fëmijët, prindër, pedagog, komunitar e kështu me radhë. Dhe kështu feja bëhet mbartës e kulturës, ndërsa kultura jep formë praktikave fetare. Kjo është një simbolizim i natyrshëm, organik dhe i pandashëm për shqiptarin musliman këtu në Zvicër. Dhe sfera e tretë është funksioni social dhe i komunitar. Xhamia është pikë takimi shqiptarëve, vendi ku krijon lidhjet e reja shoqërore dhe ku ringjallërohen vlerat e solidaritetit dhe të ndihmës të ndërsjellët. Këto janë vlera të rrënjosura në kulturën shqiptare prej shekush. Si që thot edhe Bordi, kapital social është burim më i fortë që ka një komitet për të mbjetuar sfidat e mjedisit të ri. Xhamia e ushtron këtë kapital social duke ndihmuar të varfrit, duke solidaruar me të pikëlluarit e kështu me radhë. Dhe për ta rumbullaksuar, dëshiroj të përcaktojë një fenomen që sfidat kryesore të xhamisë, ka fundimi, sfidat kryesore të xhamisë janë migrimi i pandalshëm, ngadalshëm, sepse nuk kanë ardhur për një herë, por në etapa të ndryshme, niveli i arsimimit të migrantëve, ti them apo njerëzve tanë që kanë migruar këtë në vend, dhe njohja e gjuhës, si sfidë e ditë, njohja e gjuhës dhe kulturës ku jetojmë, u kishan pasur jam një lloj kërkese shpirtërore, njeriu mos të ketë një shok të atij vendit ku jeton, një zviceran shok, një njeri i cili komunikon, qoftë perdu ose perzi, të paku të ketë dikun të shkruaj dikujt diçka, me vite, me dekada me jetu mos me pat, kjo është mëkat. Tjetra është dhe roli i ruajtjes së emocioneve të cilët në kanë kampluar përmes luftave të ndryshme. Dhe rumbullaksimi i saj është që për ta konkretizuar këtë analizë, dëshiroj të sjelli xhami ku veprojmë 5 vite pak më tepër, xhami shqiptare në Samsa, e cila është një nga modelet më të zhvilluara të organizimit komunitar në kantonin Turgau. Atë sa kemi mundësi. Duke pasur rreth dikundi 120-130 nxënës në klasa të rregullta, projekte të shumta për gra e të reja e të ri. Bashkëpunimi me komunën është theksi i veçantë, me kantonin dhe prezencë të fortë ndërkulturore. Kjo xhami është shndruar një qendër identitare dhe edukative për qindra familje shqiptare të rajonit ku veprojmë. Për shumë prej tyre xhamia nuk është një vend adhurimi, është shtëpia e identitetit, vendi ku njeriu rritet me çdo lloj sferën e tij. Në përfundim, mund të pohojmë me bindje se xhamit shqiptare në Zvicër
janë institucione kyçe të transmetimit ndërbrezor të vlerave. Ato lidhin të shkuarën me të ardhmen, lidhin vendin e prejardhjes dhe vendin e banimit, lidhin identitetin fetar dhe identitetin kombëtar, pra janë ura, lidhin brendësinë shpirtërore me angazhimin shoqëror. Xhamit tona janë ura të gjalla të një komuniteti që nuk haron rrënjët, por gjithashtu ecën me vetdije, me përgjegjësi dhe me kontribut në shoqërinë tonë ku jetojmë. Në fund, nëse na pyet dikush, kush jemi ne këtu në Zvicër? Përgjigja pas atyre literaturës që kemi shtjelluar, do ta formuloj. Ne jemi shqiptar në kulturë dhe gjuhë, musliman në përkatësi shpirtërore fetare dhe qytetar zviceran në pjesëmarrje shoqërore. Ju falenderoj.